Në këtë dhomë hoteli, Maria Clara kaloi çastet e fundit të jetës së saj. Persona që hynë me pas në këtë ambient u përballën me një skenë rënditëse. Njolla të kuqe gjithandej, gjësende të thyera, mure të dëmtuara, rroba të lagura dhe vetëm një këpucë të saj. Këpuca tjetër u gjet në tokë në vendin ku Maria Clara kishte rënë nga kati 6 i një hoteli në Fushë Kosovë. Si dyshuar për vdekjen e saj, po shihet i dashuri i saj në atë kohë Endret Nika. Sot para gjykatës ai shpreh ngushëllime për prindërit e së ndjerës, duke deklaruar se është i mërzitur për humbjen e saj. Më thejet zemra që jam para juve, ju si personi që e deshti qikjen e juve, me krejt shpirtin ju shpreh ngushëllimet e mia më të thella. Sipas tij, çifti kishin pasur probleme edhe më herët. Ai rrëfeu se natën kritike, kur po ktheheshin nga dasma e vëllait të tij, kishte nisur një zëng gjatë rrugës për në hotel. Konflikti sipas tij eskaloi pasi Maria Clara i kishte hedhur atij një pije mbi trup. Me të mbërritur në hotel, Nika deklaroi se ishte pastruar dhe më pas kishte kërkuar të largohej për të kthyer i vetëm në fshat, por me insistimin e të dashurës kishte qëndruar në dhomë, ku kishte rënë për të fjetur. Kur kesh tojter flakt, që atëherë erdha ja nga dera dhe tha rektre, tha. Gjia, tani peja ty që të në një bën në krevet, dhe ja hini në banjë. Unë ku flajt mas 1-2 minuta si është rana në krevet, s'di kur ka dalë. Që ato 1-2 minuta s'ka pas dalë. Dhe më thane kum lanë në banjë, vetë. Ai pretendon se u zgjua pasi ajo i kishte hedhur kafe të ftohtë sipër dhe më pas kishte ushtruar dhunë ndaj tij. Në gjykat ka thonë ka hedhur kafe të ftohtë, burgeri ka thonë ujë të ftohtë. Aty ju mënu me qëcu, mas pari me fjallë, derisa diktova si ja nisë me qitë me dur. Ma fëmë në vete edhe që të jena ujë në tokë. Sipas dëshmisë së tij, ai nuk ishte përgjigjur me dhunë. Ai tha se pasi situata u qetësua, kishte vendosur të largohej për në fshat dhe kishte dashur të hynte në banjë për të marrë rrobat. Pikërisht në ato momente, ai pretendon se kishte dëgjuar një krismë të fortë, moment që, sipas tij, përkon me rënien e Maria Clarës nga dritarja. Mas e diktova si unal, si sa më në më thokë për mas meje, janë njësa me i cka dera, edhe që atër i thashu në përshkajnë në serë. Që atër i tim kërënisa që aty pjeda banja, dhe më thonë dera në voteli për me dojë jashtë, dera banja se në kam në gjithë, në qatë qëshë. Dhe qka? Në banja? Zero në që aty tani se vëros të heq me ime nëna. Se si kom arri që aty të dera, ku janë 2 dur, dhe 2 dyrë, që atër e njëva krisme. Gjykimi ndaj Nikës po vazhdon. Vlen të theksohet se eksperti i cili analizoi vendin e ngjarjes ka konstatuar se dritarja dhomës ku çifti ndodhej atë natë në asnjë rrethon nuk mund të kishte rezultuar në një rënje të tillë pa përdorimin e forcës. Një përfundim kyç që ngrej dyshime serioze se ky rast mund të mos ketë qenë vetvrasje.